Përmes këngës, vallës dhe aktiviteteve kulturore, shqiptarët në Gjenev prej vitesh po mbajnë gjallë rrënjët dhe vlerat tona kombëtare, duke i përcjellë ato edhe në brezat e rinj që janë rritur atje. Një rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim ka edhe ansambli Gëzuar, i cili është kthyer në një pikë takimi dhe bashkimi për komunitetin shqiptar në Zvicër. Për të na folur më shumë rreth këtij rrugtimi, jetës së shqiptarëve në Gjenev dhe rolit të ansamblit në ruajtjen e traditës, sot me ne në studio do na vjen kryetari i ansamblit Gëzuar, zoti Fadil Avdia, i cili po na pret prapa kamerave. Unë do e ftoj për ta përshëndetur dhe për t'u akomoduar, t'u urdhroni. Mirë se erdhët. Është shumë kënaqësi që t'ju kemi. Mirë se ju gjetëm, mirëmëngjes. Shumë faleminderit. Është shumë kënaqësi. Faleminderit për vendi juaj është aty. Faleminderit Është hera e parë në fakt që do e realizojmë këtë bisedë me shumë kënaqësi për të kuptuar më shumë për shqiptarët në Gjenev dhe më konkretisht për rolin e ansamblit Gëzuar atje. Faleminderit shumë zonja Ida për ftesën. Jemi shumë të respektuar dhe nderuar për ftesën sot që na keni bërë. Unë do flas pak për ansamblin Gëzuar, me që ishit edhe ju prezent për 10 vjetorin e ansamblit Ilirida, ishëm të ftuar special. Ishte një nderë dhe një respekt për neve ta performojmë atë pjesë të atij programi që e kishëm përgatit na në Shkup. Një mundësi e mirë pastaj edhe për të takuar. Ishte një ndjenje veçantë, ishte një ndjenje me plot emocione, një ndjenjë që nuk harrohet, me ardhë me performu në Shkup fëmijë që kanë lindë në Mërgat, për ta do të gravohet në memorien e tyre. E sidomos në Shkup, edhe pse disa fëmijë janë të Shkupit, që e vazhdojnë vallëzimin në Gjenev, me qenë se shumica ishin edhe nga Kosova, kishëm edhe nga Presheva, nga gjitha trujet shqiptare. Ne që ishim aty i pam ato fytyrat e Gëzuara, që ndoshta shumë rrallë mund t'i shohim kaq të gëzuar fëmijët duke performuar pranë shqiptarëve të Maqedonisë. Po është e vërtet, shumë e vërtet se ata fëmijë, edhe pse janë lindur atje, duke u falendëruar prindërve, e bëjnë të pamundurën që t'i ruajnë rrënjët e origjinës tyne. Tash edhe disa prind janë të lindur atje, o gjenerata e tretë aty në fëmijëve që ishin këtu. Është një kënaqësi kur i shef ata fëmijë çdo të shtunë kur ke ushtrime, vinë me një buzëqeshje, vinë me një energji shumë pozitive që gjatë javës na lodhën me punë, se nuk është ajo punë e jona, është hobi, është një pasion, është një energji shtesë, po çdo të shtunë na japin aq energji kur i sheh ata fëmijë me aq vullnet vinë edhe e ndjejnë veten shumë mirë që janë shqiptar, edhe neve po na japin energji dhe po na japin motivim për me vazhdu këtë drejtim në Mërgat. Me që ju jeni iniciatorët, kuptohet, për ta formuar fillimisht këtë ansambl. Fillimisht ansambli Gëzuar. Po, le të dim pak rreth historikë. I ka zërnafillat për vitit 2007. Me qenë se, para vitit 2007 ishëm me një organizat tjetër, kurse në 2007 jemi formu si shoqat. Shoqata ka rrjedh nga një grup prindërsh që ishin shumë aktiv, edhe vendosëm një ditë ta bëjmë një grup me një aktivitet gjuhës dhe kulturës shqiptare në Mërgat. Kështu ndodhi gjithçka? Kështu ndodhi shumë befasisht, pa u nis nga ajoja që një ditë kena me arrit këtu. Ishëm shumë pak, po prindrit e ponë punën tonë serioze, në atë kohë edhe fillun me i sjell fëmijët, fillum të rrit numër, fillum të paraqit në për vendet ndryshme, edhe paraqitjet tona jashtë Gjenevës fillum të rritën, kërkesat ishin të mëdha, po dhe të një mundësit se na gjithë prindrit që jem kryesi aty, edhe prindrit e ka një punë tjetër. Kjo është punë vullnetare, mas orarit punës, asnjë nuk është, si të them, i punësum këtu të ansambli Gëzuar, gjithçka funksionon në mënyrë vullnetare, edhe i falenderoj shumë kryesin, i falenderoj shumë prindrit, se ata më kanë dhënë edhe mu energji,
edhe motivim për me vazhdu këtë rrugtim të fëmijët, edhe pse thash fëmijët kur të vinë çdo të shtune e kanë një energji aq shumë pozitive që edhe mu m'jepin energji pozitive. E harroni gjithmonë e javës. Absolut, shumë e vërtet, po pa i harru edhe prindrit se çdo njoni është me angazhime të jetës private, punëve, nuk janë të lehta edhe atje, po duke e vrejt atë energji të fëmijëve, se çdo fëmijë kur të vjen në fillim nuk flas me prindin, foli me fëmijën. Nëse ai don me ardh, jo prindi mi thon çu me shku në vallëzim. Jo m'ja më falë se thash no. Jo m'ja imponu, i kom thon o e don ose don. Nëse e don, ti do të mi thon prindrit të lutem dërgo deri te vallëzimi. Jo prindi mi thon çu me shku në vallëzim. Edhe kjo ka arrit, unë thash, tu i falendëru, prindrit janë shumë të respektueshëm, janë shumë të kuptueshëm, na kuptojnë për gjithçka, na ndihmojnë besa shumë. Ka shumë prind sponsor që na ndihmojnë se për ndryshe çdo udhtim i ka kostot e veta. Sigurisht se ju keni shumë udhëtime edhe shumë pjesëmarrje aktivitete. Komunat na kanë ndihmu shumë, çdo komunë në qytetin e Gjenevës, në kantonin e Gjenevës, ku kena përformu na kanë ndihmu. Kështu që jem shumë krenar, kena përfaqësu Kosovën edhe Shqipërinë në Lion të Francës, ku ishin përmi 80 shtete konsulore. 80 ansambla? 80 shtete konsulore, jo, ishte një fest konsulore, gjitha konsulata që ishin në Lion të Francës. Jo, manifestimin e kena pas si vjetën, kena morë pjesë edhe në 2006 në Berlin, po nuk u konë me ansambën kësuar, u konë me një organizat tjetër. Aty e kena morë çmimin e tretë, jenë konë shumë të lumtur, të fëmijë. Vitin e kalum 2025 ishte për herë të parë festival internacional u quajke në Lausanne të Zvicrës. Edhe aty morën pjesë 13 grupe, apo ansamble, pe Italie, pe Austrie, pe Gjermanie dhe pe Zvicre. Aty e morën venin e parë. Edhe tashti energjia, vullneti edhe ajo punë e lodhshme janë shpërblyer. U shpërblyen. Po këtu nuk bën me harru, kena pas shumë fat me taku një koreograf tash. Fati jo nuk on me taku Ilir Lokun, edhe me koreografin ton. Nuk e di koreografi kujna është, po mdo këtë na dojna me morë krejt, nuk mund të ta mirë. Ka shumë vlera, unë i thash edhe atë natë. Edhe nëse e merrni prap rënjët i ka nga shkupe. Shumë është e vërtet, po unë me të vërtet, jam me fat që e kom taku, mu ma kanë propozu Ilirin, se unë jam si kryetari ansamblit gëzuar, po pa ekip nuk muj me funksionu. E kom një ekip shumë i mirë, prindrit janë shumë të mirë që inshallah nuk ju bim sysh, edhe për ata jam shumë i lirë me fol. Se ata e mundsojnë gjithë punën e kryin ata, që unë me foli i lirë shumë edhe me ballë hapun, edhe ku të paraqitum nuk kanë frikë, gjithë na admirojnë, nuk ka aty ndarje jo ti kështu, gjithë e bojna atë qa mundim. Edhe ma propozu një Ilirin, kur drejtë me thonë pak hezitime se gjitha janë në mundësit kushtet, jeta është rejt atje, u dofke me gjithë një budget sponsora, po me gjitha atë thash pe provojna, kur e po mirën e parë, 5 dit ka qëndru, thash këtë djallë nuk bën me nëshu. Këtë djallë me gjithdo mundësi, kena mu përpjek me nëshu se është i lindon për artë, edhe njëfke artin edhe vallën e koreografit i bëjke me zemër. Thash, o zot, a kanë po ata njerëz, kitë njeri, mos me angazhu dikon. Edhe të një mandina vendosu me kryesin, me angazhu Ilirin për një vallë. Atë vallë, duke nejt me Ilirin, bisedum për mënyrën se si na kemi migru në Gjenevë. Edhe tash ishtë gjenerata prindve, ishtë gjenerata fëmijëve tonë, po ishtë edhe gjeneratat e një paftonë. Ishëm 3 gjenerata. Edhe tash gjenerata një paftonë është shumë e vërtet se e kanë gjithë t'gaqme të servume atë që ja kanë bërë edhe prindrit, kuptohet. Po prindrit, na kur jem shku, as e kem ditë gjuhën, as nuk e kem ditë ku po shkojmë, po ishtë situata atil, edhe për me u instalu aty, për me u vendos, u duft shumë sfida tjetës me i kalu.
Mandena fëmijët tonë e kanë pas shumë ma letë, se ata pe fillimit janë shku në gjuhën frengë, se aty flitet frëngjishtja, edhe janë shkollu. Kurse fëmijët e tyne kanë edhe shumë ma letë, se tash vetëm janë integru, tash na jem të mundu për me ikë asimilimit total. Këta fëmijë kur të vinë në vallësim, me qenë sa është edhe lidhje arsimtarëve prindve shqiptarë në Gjenevë që punon në Gjenevë për me rujt gjuhën, 2 orë mësim plotësues në gjuhën shqipe në Gjenevë, funksionon shumë mirë. Po, a ka interesim që t'jem pjesë të gjithë fëmijët e shqiptarë Gjenevës? Të gjithë fëmijët nuk me thonë, por një 90% shpo. Një numër i konsiderueshëm. Po, edhe këto fëmijët të ansambli gëzuar e kanë për detyrë me ardhë me u paraqit në gjuhën shqipe, pse vinë të vallësimi, si quhen, nga vinë, një qytet, një fshat, një komun, pa morë parasysh e kanë të obligum një shprehje në gjuhën shqipe me ardhë mu paraqit. Sa mirë. Kohë mas kohë ata shkojnë të e pasuru atë fjali, të e rrit atë një shprehje, po këtu është ndikon shumë edhe lidhja arsimtarëve dhe prindve shqiptarë që është në Gjenevë shumë e organizume, respekt për ata, po kemë shumë bashkëpunim, sidomos për festën e 28 nëntorit. Po, bashkë edhe dishta të ndalëm të festat. Sa festat ju i festoni, sa bëni aktivitete në festa? Festat, nësë janë somë lëgzuat, e kem obligim... Se nëntori është joni, unë gjdo herë të temë. E kem obligim për 28 nëntori një paraqitje. Aty jem të obligum moralisht, kombëtarisht për me shku me festu. Festa tjera, janë festa ma shumë private, nuk ka dishka fest që festojmë, kur ka një ekspozita, po kur na fton konsulata, jem të gatshëm për me shku me morë pjesë edhe aty, po më varet krejt pe i kushtër, ndërsa paraqitjet tona në Gjenevë janë të shumta. Çdo komunë afton për me shku. Tash duhet edhe mi limitu se janë në shkollë, janë fëmija në shkollë, nuk mujnë edhe aqë shumë, po dikun dhe 10 paraqitje në viti kena në për komunat ndryshme të Gjenevës. Jashtë Gjenevës po kushton gjithë shka, si thash ma heret ishëm në Francë, në Gjermani, ishëm Kalabri, po mundohëm ku ka rënjën Shqip për me shku. Ku frimon Shqip? Ku frimon Shqip, në Kalabri na kanë pritë shumë mirë, kena kalu shumë mirë, fëmija e kanë jep atë mesazh edhe e kanë kuptu që mas 500 vite folet arbërisht në Kalabri. Edhe ju ka... Jeni ju ata, po që në këtë formë janë mbjellni edhe atë dëshirën e madhe për të mos ta humbur. Na ishëm me një grup shok në Palermo, kur lujti Shqipëria me Italinë, aty e kena zbulu në Sicili e kena zbulu që është të hora arbëreshe, dikun 6 fshatra, me një rrëthin ishin folke arbëresht. Une, atë moment nuk o mujtë me perceptu, a jam në Kosovë, a jam në Shqipëri, a jam në Macedoni, a jam në Preshevë, Bojana, Spetveq, flishin gjuhën arbëreshe. Edhe u stepëm gjithë, wow, mas kaq vite. Patë ndonjë komunikim shtesë me ata njerëz? Absolut, ishin njerëz më shumë, për mi moshën 80 vjeçare, edhe nuk e harroj kur u shpreh ne te hora e flasin rrjedh shumë gjuhën arbëreshe. Ne nuk e flasim. Ai fliste këtë shprehje. Më rëthashën për ju kuptoj, kështu që këto levizje, këto paraqitje na jepen motivim, edhe fëmin i motivun shumë për me vazhdu. Tash fillimet e ansamblit gëzuar, nuk mujmë i harru me atë grup shok janë konë... Si në fillohet si njësit shka, sa ishit në fillim? Në fillim ishëm një grup shumë i vogël, i prindve, të angazhu, dojshëm me bo dishka në gjuhën Shqipe. Tu ju falenderu prindve si Ismet Kurteshi,
Naim Kurteshi, Rifat Haxhia, Laja Shari, Agim Jahiu, ishëm të një gjithë nga Kosova ose ka pas edhe nga Maqedonia? Jo, nga Kosova janë konë, ishëm një celul e ngusht që rreshëm për me bo një grup. Edhe aty fillum, me qenë se gjithi kishëm ka 2-3 fëmi, gjithi ishin të interesum edhe me fëmi tonë, ja fillum. Kur e ponë shoqënia rrethi, fillun të i sjellë fëmin, edhe ndërkohë të ju falendru Ismet Kurteshi, tash është në penzion, por në atë kohë ajo zgjedhë deputet një komunë Oneja aty që është në Gjenevë, edhe aty të ne fillun të ngrit ato farë interesimet nga gjithë prindrit, edhe të ju falendru ati e morëm sallën, e morëm një sallë, një komunë Ptilon si quhet aty, na e mundsoj me pas, i kem kushtet shumë të mira, ushtrimet tani janë 3 herë një javë. Që sot e atëherë jeni në atë sallë, ose? Që sot e atëherë, në fillimet jo, 3 vitet e para jo, momentin që ai hypi si deputet në atë komunë, e mor postin, na u mundsu, mas 5 vite na u mundsu, se u dufke gjdo sallë me bo me pagesë, të një dufke mi mbledh bugjetin me pas për me koni sigur që mos me deshtu. Mandena na adhurun këtë sallë, tash janë kushtet shumë mira, u rrit numri, në fillim kemë fillu vetëm me fëmi, tash janë bo 3 grupe. Si janë ato 3 grupet të ndara? 3 grupet tash janë grupet e vegjël, pej moshës 6 deri në moshën 12 vjeqare, pej 12 deri në moshën 16 vjeqare, edhe pej janë 4 grupe në realitet, edhe pej moshës 16 deri 20, 22, 25, 30. Shkon varet, se tash si pja fillojnë studime, janë obligimet pak ma të mëdha në pomon, me vazhdu. Ndërkohë, prindrit të ardhë për çdo javë, mi sjell fëmi, unë e di që dhe ato janë të angazhuara. Tu bisedu me ta, mërë thash, pëse nuk e bojnë edhe një grupë prindve na me vallëzu. Ajo ishte dhe më e bukura, që ezitojshin në fillim, ezitojshin, nuk e kishin, une si i vogël kom fillu me vallëzu, qysh moshën 6 vjeqare, mësusja jem në realitet në përdarsma shqiptare, motrat e mija, se jom kom ma i voglin familja, ato më kanë mësu në përdarsma, kom vallëzu me tu. Kur shkova në shkollë, në moshën 6 vjeqare, mësusja e ka zbëlu, nashti edhe motrat i kanë folë, edhe ja kom fillu me lu vallën e shotës, pej moshës 6 vjeqare, deri sa e kom përfëndu shkollën fillore. Atëherë në Kosovë keni qenë? Në Kosovë. Edhe aty të njën e kom posë, si të thëmë, lindun, jo që e kom su pej dikujna, edhe e du vallën shumë, edhe ajo ishte fillime. Të një të bisedu me prind, thash mëre hajde, ezitojshin fillim, normal, i kuptoj se në skenë me hypë para publikët, nuk e nishtin vetën të ljerë shumë. Kurse vën nga fillimi është problem, pastaj pas një kohë. Shumë e vërtet, absolut. Mandena e fillum, dulum shumë bukur, njerë ezitojshin me dollë për fesën. Si ishte paraqitja e pare tyre? Paraqitja me ndonjë manifestim, ose? Po, ishte 28 nëntori, edhe i luta, shumë i kom lutë, se nuk dojshin në fillim, se nuk e nishin vetën mirë, qush nga pret publiki, mos publiki nuk nga pret mirë, të një deshtojna komplet, ma mirë, po rrimë, thëshin, po valzojmë mes neve, knoqëm këtu, e jo me dollë të publiki, se publiki qush nga merë vallën. Po, fatë mirësisht, publiki i priti shumë mirë, jo dha kurajo, ma ndej shkum edhe në Lozon, naftoj një ansomli të uta e Lozonës, naftoj për festën e pavarësisë Kosovës, shkum aty u paraqitum edhe aty, Mandina erdhë një farë energjie. I ka fillu dëshira pastaj, për të vazhdu. Të një motashën edhe me dosht me nolë, ata nuk e nolin. Me qenë se unë edhe Makfira Ajdini, në thojza, na si ko-repetitor, nuk muj me që vetën koreograf, së më s'kom kur që të përfundume. Mandina kur u taku me Ilirin, si thash ma herët e patën fotin, erdhë, na e korrigjoj, levizit e Ilirit, unë nuk muj mi harru, u ngrit një motivim, një energjie, prindve, gjithve u angazhum, se qëfar levizje bëjke ishë levizje shumë profesionale.
Edhe vallja e mërgjimtarit, Iliri e përpunoj, e analizoj, e studioj, edhe e boni me 3 grupe. Grupin e prindve, grupin e rinis, edhe grupin e fëmijëve. Të vegjlit, Edhe shumë mirë na kanë prit, ka pas emocione jashtëzakonisht të paparapome, derisa edhe në publik kanë qajt, u konë një ori shumë profesionale, në atë festival në Lozon në nëntor 2025, u konë prezent Dilaver Kryzjev, u konë prezent musikologu Smajl Pira, nga Kosova? Po, i Pozharonit, edhe një nga Shqipëria u konë, po s'pon kujtohet emri, kurse moderator u konë Defrim Metasoni, nëse nuk gaboj. Okej. Edhe tash në Mërgat me u vlerësu nga një juri shumë profesionale, edhe me morë venin e parë, u konë... Ju arritët tjerit parët, venin e parë edhe u konë, si të thëmë, nuk kom... Shpërblim. Nuk është vetëm shpërblim, po ka një punë 20 vjeqare që në fund u shpërbly. Po nuk ishtë puna qmimit, po puna që ishtë bo me fëmi, me prind, me koreografin, u shpërbly nga njerës që ishin të fushës. Kompetent. Njerës profesionit. Edhe ajo ishte, si me thonë, qërshi ambitor, me morë venin e parë në Mërgat një festival internacional, për neve ishte dishka, nuk e komendu kur. E paparashikueshme më herët, kur, se unë thash, kena bo pun, i falenderoj prindrit se i kom mundu shumë, se u janë konë gjithë ditë javës, edhe pse fëmijët ishin në shkollë, prindrit janë konë të obligu mi sjell ata që s'kanë mujtë me udhëtu vetë, kurse ata që kanë udhëtu vetë janë ardhur vetë. Po prej orës 18 dhe në ora 22 dhe në ora 24 kena nejtë në salë për me mërri atë pikë. Kështu që për mu është një valle që ka me ton jetën e gravume, është vallja jonë, është gjithë shka originale, nuk është e pa me ma herët, e falenderoj Ilirin për gjithë shka që ka bo aty. E di që jena konë edhe na pak, si me thonë se kur nuk je i fushës, prindrit jo pse këtë levizje, pse ju thash jo lutëm, ja besoj 200% punën, e vlerësoj punën e tina, qka të thuni, thunë mu ju i lirit. E në fund u shpërbly gjithë shka, muzika u kone e përpunume nga Ylber Aslani, gjithë shka u kone primjer, nuk u kone ndëgjuve ma heret. As një levizje nuk u kone ma heret, po kur i kena po të ashti nuk shë vodhë tjetër, vetëm ato. Vetëm ato, me 13 ma jem të E keni kështu si hyrje, a? Ajo është hymë një ansamblit gëzuar. Hymni pra. është do jetë për jetë hymë një ansamblit gëzuar, se unë i thash, nuk i dihet, me punë gjithë shka arrihet, po për me arritë edhe një herë me nëso një vend por dikon, duhet me shpik dishka të re. Nuk duhen me shku me vallë që e në po. Që janë vetëm. Që janë vallë, se unë me vallë që janë përserit edhe dalin e për ekrane, janë 2 vajza, edhe këto dëshiroj të aceki për momentin, se janë ndru. Aktualisht janë Ylka, është Agnesa Korteshi edhe Anisa Ibrahimi. Janë 2 vajza që kanë buru nga ansambli. Edhe gjdo herë, dëshira ju në konë për me dalë edhe korepetitorët prej ansamblit gëzuar. Jo mi morë për jashtit. Për jo profesionist, dalin për këtuj se kanë kontribu. Në fillim... E ka bërë puna e vazhdueshme me këto që... Me vite tona kanë valzu. Fillimisht u konë Ylka Korteshi edhe Dorontina Avdiu, mandena u konë Shota Feza, tash është Agnesa Korteshi edhe Anisa Ibrahimi, ndërkohë unë i kam 2 grupe dvegjel, 2 grupe po janë 30 persona, e mi menagju vetë o shumë problem, e kam njetë si të këthena me morë një asistente, se nuk muj mi menagju vetë, edhe tani mi adhonë edhe asaj mundësin, mas 2-3 vite se s'jam i interesu mune me nejtë si repetitor aty,
po du e rinin mi angazhu që ata me morë... Thjesht në menaxhim me qenë më shumë, po? Thjesht në menaxhim, po jo edhe në nivolle me bo me ta, se po kam dëshirë me i morë fëmin që kanë kontribu me vitet tona, mi au tregu këtu në fëmive, se këta prindrit, sidomos, është shumë fështirë mi këthysë, është shumë fështirë mi menaxhu 100 persona të njëjtën kohë. E i kem 2 orë të shtunë. Po, dhe kjo e ka bërë më të veçantë, Zoti Fadil, edhe grupi i prindërve, që nuk e ka ndonjë ansambël tjetër, realisht. Une i kuptoj prindrit, po dallohen fëmija kur vinë 1 vit, 2 vit, 3 vite ushtrime, dallohen se e kuptojnë lëvizjen, hapin, qëndrimin, lëvizjet, gjitha janë ndryshe. Si të vinë prindrit, unë i kuptoj që kanë dëshirë me orë, se fëmija i ka shtypër me orë, dhe i ka po paraqitjet në për çdo komuna, në për Gjenevë, kur dalin me veshje kombëtare, jena për 100 vetë, kur dalim në e mushëm gjdo sol e mushëm, me publik, me valtar, me gjithë. Edhe nuk bën pa e cek një kryetare një komune aty në kantonin e Gjenevës, ku na performojmë, ku e kem bazën, në rrët gjdo vit mandati kryetarës, edhe po më thirë, tha, tash vike mandati afer, edhe tha, kur jeni të lirë ju... Në fushat para zgjedhore? Jo, vetëm janë caktu, ato, ama ndrohet, gjdo vit e kanë një rotacion e bojnë, tha, po du me morë zyrtarisht postin e kryetarës, kur ju jeni të lirë, ma epni një datë që t'juftoj dhe juve me performu. O, sa bukur. Edhe të një, me të vërtet, po t'jepin energji, vullnet, kur të respektojnë, kur dikush si kryetare e komunës... Filimisht ta respekton kombin, pastaj edhe ansamblin. E për ata, unë të thamë, jam shumë krenar me rinin tonë, o shumë e vërtet që na kur jena shku, kena kalu në për sfidat ndryshme. Ndërsa sot studentat, ku të shkojsh, në cilin universitet të Gjenevës të shkojsh, i ki plot e për plot me shqiptarë. Gjdo vit është një global village, thuhet aty në universitet, në një majnë Gjenevë, organizohen gjdo komunitet e bën një stand, një pritje të kulturës të vetë, kena performu gjdo vit kena performu edhe shkojmë të studentav mjë ndihmu edhe në zonzat. Tash po mu i miqu edhe këta gati janë studenta, se ka dhe studenta në grupin tonë. Kure e sheh kret aj hymja aty që është koridorin mes hol që i thojnë, gjithë edhe të hujtë valsojnë. është knaqësi, është momente që me të vërtet edhe punën që e bojmë, unë për veti nuk e di. E është një punë që t'jep energji, të merë shumë kohë, po e falenderoj edhe familjen që më kanë kuptu, me qenë se ma herë, 3 fëmijë i kom pasë në vallëzim, po jo në rritë ashti, mosha, koha, angazhimet, si po dalin në studime, pak angazhime ma të mëdhaja dhe po ikin, po shojnë pak, po është shumë interesant, ta shko prind që kanë vallëzu, e i kanë sjellë fëmijën e tyne. E që ajo është bile, jënë të shkupit këtu, me emna nuk piceki, se ka shumë e të një mos po hidhërohen pëse së më ki thonë edhe mu, ama kur më kanë thonë edhe mu, edhe në kom valëzu, wow, e tash i kanë sjellë fëmijën e tyne me valëzu, a ka sen ma të bukur në kitë jetë kur dikush ta vlerëson punën. Sidomos ata që janë konë pjesë e artit, ta quajnë thojë se artit, se edhe na pse nuk jem profesionist, ka shumë artista që janë. Gjitha është art kjo që e bëni Zoti Avdiu. Po më intereson edhe të rinjat, sa po shprehen dëshirë për t'i mësuar valle tradicionale, muzikën tradicionale të vjetër shqipe, sa i din këngët shqipe? Diskutoni për këtë ndonjëherë? Shumë është e vërtet, edhe natë, unë personalisht, unë e kom mendim ashtu, të rinjët janë shumë më adhëtor se sana. Vërtet? Shumë, edhe mburën me ato që janë shqiptar, edhe unë e falenderoj Zotin për rinin që e kjena,
janë shumë të pastër, shumë si fizikisht, si psikikisht janë shumë të shkathë, kanë mri në gjitha nivellet, në gjitha lamit, ku të shkojsh sot, s'ka maknaqësi se ku të shkojsh, nda shko në spital, nda shko në shkollë, në çdo institucion, në çdo institucion sa vetëm unë që e njoh që kanë kalu përmes ansamblit të gëzuar, ndash ki mjek, ndash ki avokat, ndash ki arsimtar, mësuesa, profesora, ndash ekonomista, ndash jurista, çka të dush. Sa ju bën juve krenar kjo personalisht? Nuk e di se tash po më vjen ashtje pe emocioneve dhe me qajt kur isha rinin shqiptare të u bazu të vetja. Të u bazu të vetja qyshin na ardhë. Me punë tona, me angazhem tonë, me ato sfidat jetës tonë kanë arrit rinia jonë sot ku të shkojsh bre, ku të shkojsh sot në Gjenev, je krenar me rinin tonë, je krenar të folë Shqip, nuk absolut do të me kuptu. Sa mbahen me zvete pastaj shqiptarët atje? Shumë, është edhe komuniteti shqiptarë si shoqat, mandej është rinia kontakt, mandej është lapshi që thash, mandej është grupi Harejan, edhe aty krejt gjithë këta mirën me kulturën shqiptare. U rrit numri, po du të me konë shumë krenar për arritjet e rinis tonë, se ata neve nga bojnë krenar. Ku të shkojsh sot në gjdo institucion ti ki me gjithë shqiptar. Dash ki psikolog, dash mjek, mos ti përseriti, po njëm shumë krenar, shumë ica janë edhe mësuse, janë dalë për ansamblit gëzuar, profesora, jurista, avokat, si të thash, edhe ku të shkojsh me të vërtet i takoj ata djem, me vite tona kanë valzu të na, ato vojza, edhe jom shumë krenar, po mos t'i harroj se këtu nuk është vetëm puna ime, është puna e ekipit, e prindve, janë shumë të kujtesshëm. Është punë ekipore kjo pastaj që ka bërë që ju të arrini kaq shumë në këtë nivel dhe me kaq shumë valltar në ansambël. Mbi 100, sa ka? Po, për 100 jena, aktualisht jena për 100, më kanë bo presion, mos me morë mo, i kom thonë, unë nuk muj me këthy asë në fmi, edhe për ata se këto vojza që i ceka ma heret Agnesa dhe Anisa, ju kom thonë, ju merni sa moni mi menagju. Unë, krejt të tjertë kom i morë, vëtëm mos mu largu, se janë, nuk di si mu shprej, kur vjen i fmi, normal se është shumë i vogël, 6 vjetë, 7 vjetë, 8 vjetë, edhe me bo mi thonë jo, në ftyrë e një dëshprimin e tina. Edhe nuk kom shpirt, mi thonë jo, i kom thonë po, hajde, po, du të me u angazhu, i kom thonë prindi, ju kom të regu, jo lutëm, për momenti nuk kena kushte ma të mira, qëto e në kushte tona, du të me punu në qëto kushte, se 30 vetë me një valla është problemi qitë, po, qëto janë, nëse dëni, janë të mirë se ardhën, nëse jo, mas 2-3 vite, dali një grupë manuel. Një generat, po. Absolut, edhe vrejnë me njere, ma heret kështu e cek vinë, din me valzu, para televizionit din me valzu në nësëp. O, po bre, po është punë ekipore. Nëse nuk e për cilë hapin, edhe dallohet, edhe e prish vallën, edhe mungesat nuk i lejoj, absolut, ai që mungon 3 herë, më nuk ka drejt me ardhë, absolut, se po na pengon, komplet grupi na pengon, na po avansoj, me qenë se nuk e kapin vallën shumë shpejt, po me ardhin e Ilirit, e kanë vrejtë gjithë që mungesat... Duhet më seriozisht më thënë merat. Edhe tash e kena fitu një bindje, që me të vërtet ja vlen me angazhu dikon që është shumë profesionist. është shumë profesionist, nuk e di unë i thash edhe atet në mbromje, e falenderova familjen që e ka formu një djallë t'il, që i ka pos mundësit për me shku me bo një formacion t'il, një koreograf që jena me fat me pos, nuk e di sa e kanë po këtu, po unë po të thëmë me plët bindjen që është një yll që ka lind, unë që e kom po tash. Levizjet e tina, koreografit e tina, idet e tina, gjithë shka.
gjithë shka na ka jep energji 200% gjithë prindërve për me vazhdu një punë, një seriositet o shumë strikt në punën që e bën. Kur të vjen Iliri aty, bashkë sikur në këtë sallë, kush nuk njihet, janë përmi 30 vetë, asë një person. Me ka seriozitet, më thënë, e admiroj edhe i kom thonë Ilir, unë e du që të punë. Unë e du që të punë edhe këtë punë du të me vazhdu. Tamam si në Zvicër, a? Nuk është, ndëgjën, në gjdo profesion. Në gjdo profesion duhet serioziteti dhe angazhimi pa lypet angazhim, se unë edhe ma heret e ceka, ku të shkojsh du të me konë shumë serios edhe puna vlerësohet. Unë jo mbindë shumë se më karo me shumë venet punës me ndryshu. Po, por sidomos kur bëhet puna në ekip, kjo është shumë ndryshe. Është shumë e vështirë, po duhet me konë një menager, një udhëheq që din edhe kur din, gjithë ndëgjojnë edhe të respektojnë. Absolut, na kena posë shumë fatë me Ilirin, edhe inshallah e kena shëndetin, e ka shëndetin Iliri, lutëm që Shkupit na lejon, kohë mbas kohë, nëse nuk na lejon për krejt, kohë mbas kohë Iliri me ardhë, pa Ilirin nuk besoj që mujna me më rrinë një sukses qyshe kena posë. Ato jam i bindu 100% që s'kishu mujtë me arrit, po. Edhe qëbimin e parë pastaj. Unë e thash ma herët, vallët që janë lujt, që janë demonstru, mujna me i kopju edhe mi plasu apo mi servu në plato. Po dishka me kryu të re, qka u bon të vallëja mërgjimtarit, gjithë shka u kon pe as dhe zed, u kon dhe në zhët që thojnë Shqip, e punu me pe Ilirit. As nuk e kanë po, as muzika, as levizjet. E për ata është, unë të thash, jena konë shumë e fatë, prindrit janë shumë të knaqën me punën e tina, tash na du të më mobilizu për me gjetë një mënyrë të sponsorimit për Ilirin, për me bon diçka me sjellë se që shka po kushton, edhe neve për na kushton, po me punën është një hobi, nuk jem të obligum. Sigurisht që mbi gjitha është për të mirën e shqiptarëve atje pastaj, për të ruajtur traditën dhe për të qenë më afër shqiptarëve pastaj me çdo manifestim, me çdo koncert dhe ansambli. Është shumë e vërtetë dhe kjo na ka ndihmu shumë në këtë aspekt, pa e harru edhe angazhimin e gjithë dhe shoqata tjera na ka ndihmu kur kena udhëtu jashtë Gjenevës. Na ka ndihmu se është një bashkëpunim mes shoqatave në Gjenevë, për momentin jena shumë mirë, po nuk do me thonë që nuk ka mos pajtim, nuk do me thonë që nuk ka qatë thëmën edhe bëhet. Shpesh edhe prindrit më kritikojnë, po kur javë spjegoj punën, qëllimin, angazhimin, të një bindën që janë një drejtim duhën për me avansu, për me shku për para. E kështu që rritja numrit është shumë e madhe, nuk e kena prit. Covidi na ka pas bloku total, edhe e kam pos një shqetësim në vitin 2023, Kur u bë rikthimi? Me njerë pas Covidit? Me njerë pas Covidit se nuk jena largu. Unë kom pos kontakt non-stop me komunën, po erdhë një kohë kur më thanë du të me konë 1 metër distanca, valtori pe valtori. Ashtu ka qenë edhe të ne, po. Valtori pe valtori, thash jo lutëm edhe me valzu me Moska. Unë vetë kom ushtru me Moska, se e kena paraqita nësëm një gëzuar edhe me orkestrën e Gjenevës. Ajo konë pika kulminante për mu, se e kena bo vallën e motit me orkestrën e Gjenevës. Unë për nërishë e bje dhe Daires. Edhe aty mëftun Orkestra Gjenevës ishë një projekt për komunitetet ndryshme në Gjenevë. Një ndërta edhe muzika Shqipe. Edhe i kena luj 2 vallën, vallën e motit, Beharneli që e lu, edhe vallën e Prishtinës të Fatmir Makollit. Aty, po instrumentalistat jenë konë 2 me Daire, unë jam konë me Daire, 1 konë me Daulle, 2 janë konë me Qiftelia.
e tjertë janë konë komplet, stafi tjetër janë konë zvicran, profesionista, edhe me punu me profesionista është diçka, wow. Edhe konsideroni pa dyshim që si përvojë të janë zakonshme. E Mandena e prezentum në për evente ndryshme në Gjenev, edhe në Victoria Hall u konë salla, që u konë për mu, u konë e onër me hinat sallë me performu në medajire, e këto po thëmë vetëm puna serioze, pandalshme, me ordejt e ato paraqitje, është shumë, nuk e di të ebë një energji, një vullnet, të humb lodhjen. Se tonë ditën punje, dhe në orën 17 punoj, pe orës 7:30 mëngjesi, dhe në orën 17 jam punë, po dhe aty e falenderoj Zotin ati i kofë shumë folë, e falenderoj që kom pos fatë shumë. Ma në fund e gjeta një punë që më bashkë është për mu, jam asistent me një kolegjë aty në Gjenev, edhe të një përmja kohë edhe për pjesën tjetër ditës, për ansamblin. E kjo është nashtë një shpërblim për atë punë që e kom dosht, është pasion. Dhe për atë që e ke bërë bashkimin shqiptar në një formë të tillë në ansamblin gëzuar, edhe pse nuk në premton koha, ne duhet më ta përmbyllim, kaluan dikon 25 minuta, e kemi të i kaluar bile minutajin, po unë u kënaqa duke të dëgju. Unë të falenderoj shumë edhe kisha pos material se 20 vite nuk janë pak, 20 vite aktivitet, kisha pos shumë dëshirë me vazhdu, po okej, koha ju kuptoj, po deshta mi përshëndet prindrit, fëmijën, gjithë stafin Kristina Ansamblit Gëzuar për angazhimin për punën, e falenderoj edhe Zotin që nga ka kontaktu me Ilir Loko, një koreograf që nga ka jep energji e motivim edhe për 20 vjetë tjera. Vitin a ashëm është 20 vjetori Ansamblit Gëzuar edhe besoj që ka me pas befasinat ndryshme për 20 vjetori. Do ketë diçka atje organizim, apo? Po jem tash të u pregadit për 20 vjetori. Një mundësi e mirë pastaj për të ardhur edhe atje për gjiruar. Nuk po du me zbulu, po ka me pas befasinat ndryshme, se prindrit e kanë kuptuar rëndësin tash të bashkimit, rëndësin e gjuhës, rëndësin e me ditë rrënjët ka i kanë fëmijët tonë. Është shumë e dhe mos ta lën anash edhe traditën komplet, ajo që na bën edhe të veçantë si komp. Është shumë e vërtet se na jem të jetu me një vend ku flitet gjuha, ku formohen fëmijët tonë, është plotësisht e kuptueshme, po pa e harru, si me thonë, origjinin nga vjen, vetëm edhe këtë duhet pa tjetër me cikë, se në fillimet, vojzën e parë kër e kom qunë në shkollë, kena pas familjarë dhe nuk e kom qunë kopsht. 6 vjeqare ja fillon vitit parë shkollë. Direkt në shkollë? Pa shku për mes kopshtit, se kishëm familje dhe nuk shkoj. Edhe kër hyni në klasë, vojza u step, wow, aty e kom një vetën maskistin në botë. Thash, që farë gabimi kom bo, pëse nuk e dërgova vojse në kopsht, me mësu gjuhën që ku të shkon në shkollë. Ta ketë më të gashme. Edhe mësusja më ka vrejt, kur nuk e harroj, edhe u afrofer, tha, më pyti, qëfar ke? Thash, nuk për një vetën mirë, se jam fajtor, pëse vojza ime nuk e fol gjuhën, tha, e fol gjuhën e nonës, tha, rrjallë shumë. Thash, po, gjuhën e nonës e fol shumë rrjallë shumë. Tha, ndëgjo, hajde mas 2 jave, edhe ki me vrejt, ky fëmi, tha, ka me konë ma i komunikushme me gjithë tjetë. Pe ati momenti, kur më nuk jam nda, i kom lutë gjithë shoqnin, rrethin, kone kom taku si shqiptar, se më tha, nësë një fëmi, qysh në fillim, është me 2 gjuhë, a i fëmi, tha, ka me avansu shumë. Para me ndo të një mandina, nuk kesh kush që më nalë për me lobu apo me shku, një thonë, mësoni gjuhën që shduhet, po mos u frigani. E për ata,
gjuha e nonës është gjuha e nonës. Unë nuk naqa, vërtet u knaqa në Faleminderit shumë këto për ftesën, minuta që faleminderit shumë. e nisëm këtë mëngjes bashkë duke t'u falenderuar jashtëzakonisht shumë që erdhe direkt nga Prishtina, pa hezituar, unë qysh momentin kur ta bëra ftesën, më the që patjetër që do vi. Ishte knaqësi, shumë knaqësi e ishte veçantë. knaqësi edhe ki shumë përshëndetje nga stafi, po u duf më kthy kryesia, nësëm le të gëzuar fëmijët janë kthy. Ne u knaqëm edhe atë ditë, faleminderit patjetër. shumë. Uroj që takohëm prap, po ju kënaqni në me shumë Gjenev. suksese Se ju të një tjera. ditë në Gjenev, është komunitet shumë i madh. Se jo, edhe ka të shumë jemi atje edhe t'ju shohim nga afër. Faleminderit shumë, faleminderit, respekt, faleminderit për gjitha. Shumë knaqësi. Juve, shumë shëndet edhe pastaj edhe rrugë të mbar, sepse do ktheheni në Gjenev atje. Po, kofë kismet, po të premten, kofë kismet. Faleminderit.